Kimet e Berisha ka reaguar pas intervistimit të ministrit të bujqësisë Faton Peci dhe reagimit të kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhikut. Berisha shkruan përmes një postimi në Facebook se Abdixhiku do duhej të gëzojë nëse do të kishte pasur një prokuror që do të kishte guximin të merrej me 3% e LDK-s së tij, me fondin vendlindja therrë të PDK-s dhe me politikanë të tjerë milioner që nuk u dihet për ardhje e pasurisë. Guximi i madh me intervistu Faton Pecin. Lumir Abdixhiku ishte gëzuar shumë që një prokuror ka guxuar ta intervistoj Faton Tarzanin. Lumiri do duhet të gëzohej nëse do të kishte pasur një prokuror që do të kishte guxim të merrej me 3% e LDK-s me fondin vendlindja thërre të PDK-s dhe me politikanë të tjerë milioner që nuk u dihet për ardhje e pasurisë. Se kollaj me Faton Pecin, një dha fazan, mendje lehtë që as vetëvendosjes nuk është. As kujt as më pak Albin Kurti i prish punë, dhe nëse del fajtor Faton Peci, ka shkruar Berisha, dhe sipas saj drejtësia në Kosovë është vetëm një ideal i paarritshëm, është selektiv, e nevoritshme dhe e tmerrshme, ka thënë ndër të tjerash ajo.